Spanja ka dënuar antarët e një organizate kriminale shqiptare të përfshirë në kultivimin masiv të marijuanës në rajonin e Katalonias, ndërsa në qendër të hetimeve është përfshirë edhe një kompani imobiliare. Sipas mediave spanjolle, organizata kishte ndërtuar një rrjet të sofistikuar logjistik për sigurimin e depove dhe vilave që përdoreshin si plantacione droge, duke shmangur dyshimet e pronarëve të pronave. Në dosjen hetimore, përmendet roli një agenti imobiliar, i cili ndihmonte grupin kriminal të siguronte ambiente për kultivimin industrial të marijuanës. Hetimet zbuluan se pronarëve u ofroheshin kontrata qiraje me opsion blerjeje në të ardhmen, të shoqëruara me parapagime deri në 20.000 euro cash. Kjo metodë krijonte bindjen se prona ishte shitur praktikisht, duke bërë që pronarët të mos kontrollonin më aktivitetin brenda ambienteve. Përmes kësaj skeme, organizata kishte shtrirë aktivitetin në disa zona të Katalonjës. Gjatë kontrolleve në depon qendrore në Salent, autoritetet zbuluan mbi 5.000 bim marijuan dhe një sistem të sofistikuar teknologjik për kultivimin e drogës. Policia evidentoi gjithashtu manipulim të palishëm të rrjetit elektrik. Sipas autoriteteve, energjia e konsumuar nga plantacioni ishte e barabartë me ato të rreth 300 banesave, duke krijuar rrezik të lartë zjarri për zonën. Në operacion u sekuestruan edhe armë zjarri të modifikuara, që dyshohet se përdoreshin për mbrojtjen e aktivitetit kriminal. Gjykata kombëtare spanjolle dha vendimet pasi të pandehurit pranuan përfshirjen në organizat kriminale. Liderët e grupit janë dënuar me nga 6 vite burg, ndërsa agenti imobiliar mori një dënim prej 1 vite gjysmë burg dhe një gjobë mbi 1 milion euro. Vendimi parashikon gjithashtu dëbimin nga Spanja të shumicës së antarëve të grupit, si dhe kompensimin e dëmeve të shkaktuara në prona dhe nga vjedhja e energjisë elektrike.